Nga ambasada amerikane dhe shkarkimit të gjitha agjensive dhe bordë me njëherë me vendim, emrimi me kritere veç të ambasadës. Votimi i gjyqtarëve gjykatës kushtetuese me monitorim të ambasadës britanike, jo të PDK-s, jo të PSD-s, jo të kërkuj, mu funksionalizu gjykata se mas gushtit vitit arshëm, ja e kap kurti, ja bot jo funksionale. Krye prokurorin me zgjidhje sipas standardeve. Rreziku është i madh, jo pedeni që sot e kanë nis konkursin për këtë punë. Është kap Këshilli Prokurorial nga shumica e kuvendit e vetëvendosjes, Këshilli Gjyqësor e ka ndruar kryetarin e Këshillit Gjyqësor, jemi në rrezik sipas pamjes tonë. Çto e kreti bojmë, po nuk i bojmë na. Po çaja qeveria pa pavarur. Nëse na e kemi qeveri, kriteri i shkruar këtu është e propozojmë 2 kandidat prap të pavarur nga shoqënia jashtë partijake, të kredibil, ja çojmë kuvendit. Nëse don Albini me na i votu, kalon presidentin, nëse s'dojnë, shkojmë zgjedhje, po nuk him pazare. Nëse na se kem shumicën, tash na jemi në opozitë, kjo qëndrimi joni, po i kem propozu edhe PDK-s e LDK-s. Me i thonë që na nuk negociojmë për çështjen e presidentit, se këta po thojnë Albini i don krejt për veti, apo? Këta është çështja veç a mundet as mundet Albini. E ti tash i shkon dash mu konë si PSD-ja sinqert. Me i thonë, nëse populli i Kosovës ja votën Albinit për qeveri për këto, na as nuk mundem me nal, as nuk e nali. Nëse populli i Kosovës ja e votën edhe për president, na prap nuk e nalim se populli ka drejt. Amo mos pritni pej neve me votu për çështje se na kem bindje. Unë nuk jem të rrajt popullin e Kosovës me thonë votosh mua, nashta ja bëj dyqysh me Albinin, ose me këta tjerë. Para se të jap fjalën voton zotëri për çdo se unë çështoj shoku shtetit. Kush është fajtori për shkuarjen në zgjedhje? Vetëvendosja ose opozita? Pa asnjë dilemë, unë kam menduar që vetëvendosja. Pa asnjë dilemë të vetme është ekskluzivisht partia LDK, ma mirë me thonë se po vjen keq me thonë LDK, Lumiri dhe Vjosa, sa ata ishin konë në ëndra, si do adoleshent, me i pa dhe sot u shitin kërë si... Ka dosh me bo konkretisht, ata, që mos me met fajtohet. Ata o dosh, tirja PSD-s ka qenë e qartë. A benoni që Albin Kurti është autoritar? Po. A benoni që Albin Kurti i don krejt për veti? Po. Mos shkani me negociu. Jo, dojmë me shku me negociu, se na për mësë me shku me negociu po dalim keq. Okej, kur shkoni me negociu, mos lypni për veti, se Albini ka me hegla ukun. I keni deklarata publike. Që të në studio dhe këta të jo, ka me qitë dikon pavarë, s'kom pas asnjë informat. Këta shkojnë i dojnë, ama mu presidentin. Ti Albin zbën, po bënën. Pse? Nëse bën që ashtu atër bën pash Albini. Pas 1%, jo pse është Albini që ka në Albin. Për që ashtu mas shumë ti bën Albini. A nëse zbën është normative, zbën as të jason, se po dojnë pavarën. Edhe tipi auqiti, edhe të pavarnit, edhe ju tha që mi tre emna, këta kur gjopë, se si qunë. Se këta me ndun që domja me Vjosën dhe Albini do ta domtej Albinin dhe këta janë faktor më i madh